kulturojmë edhe shumë suksese tjera. Faleminderit juve për ftesën. Gëzohem. Shkojmë lirik pak në Bruksel. Nuk po shkojmë. Kështu, po shkojmë virtualisht. Virtualisht, sepse ende nuk kemi shkuar në Zvicër. Po të shkoja në Bruksel, pa dyshim që do të shkoja tek Shqip Wild. Po. Është destinacija, sepse këtu Brukselin e kemi përmend për çështje tjera. Po, dhe Lajçaku aty. Pret me atë çantën e tij. Por që nëse shkojmë tek Ledja, do gjejmë një pjesë të Shqipërisë atje në Bruksel. Përshëndetje, Ledja. Faleminderit shumë për ftesën. Atër Ledja, ne pam që ju keni bërë një shtëpi kulture në qendër të Brukselit, ku po tregohet tradit ose pak zemër të shqiptarisë. Çka solle? Kemi sjell nga një pjesë nga të gjitha trevat e kombit shqiptar. Këtu në fakt edhe përbërja jonë si Mërgat është e përbërë nga të gjitha krahinat dhe trevat, ka përfaqësi, pra ka shqiptar të Malit Zi, ka shqiptar të Kosovës, ka shqiptar të Maqedonisë së Veriut, ka shqiptar të Çamërisë, ka dhe shqiptar të Shqipërisë. Janë të shtrirë për gati 70 vite dhe Mërgata shqiptare në Brukseli ose Belgjika ka qenë edhe shteti i parë që ka mirëpritur ishte persekutuarit e parë në vitet 50-60, kështu që ka qenë një destinacion i fillestar për shqiptarët. Dhe sigurisht që në këto 70 vite Mërgat, që bëhen në fakt në vitin 2026, do të kemi edhe 70 vjetorin e Mërgatës shqiptare në Belgjik, por në këto vite janë zhvilluar pothuaj 4 gjenerata. Ka shumë fëmijë të cilët edhe pse prindrit e tyre i kanë të dy shqiptar, ata kanë lindur këtu, madje janë bërë gjyshër këtu, pra 3 breza që po lindin fëmijë këtu. Dhe ideja është që ne kemi një lloj dëshire, nevoje dhe kemi shprehur që kemi të vështirë të asimilohemi. Ne integrohemi, por në përgjithësi nuk asimilohemi. Vazhdojmë të trashëgojmë gjuhën, traditat, zakonet, dhe kjo hyn te krenaria jonë. Kështu që është Shqipville, në një farë mënyrë është një shtëpi, më vjen mirë që pas keni zgjedhur edhe një nga artistët më të mirë që ka kombi, që është Destan Gashi. Dhe në këtë shtëpi ne jemi përpjekur pra të fusim të gjithë elementet për të provokuar të gjitha shqisat. Pra ka muzikë, ka shije shqip, ka imazhe të artit pamor shqip, ka libra dhe literaturë që çdo javë ndjes promovohen autorë të ndryshëm, vijnë libra të rinj, tituj të rinj, shpeshherë të përkthyer edhe në gjuhën e vendit që është frëngjisht. Pra në Shqipville promovohet art, çdo 2 javë bën ekspozita ndryshme. Për momentin kemi të hapur ende deri në fund të këtij muaji ekspozitën e Dastit Milukës. Në datën 23 na vjen nga Parisi Luan Rama për të bërë promovimin e veprës letrare. Në datën 5 do të vi një studente dhe një artiste nga Tirana që ka kuratore Meri Filen, një tjetër artiste shumë e mirë. Në datën 27 pritet të na vi ish kryeministri i parë që ka pasur shqiptar Mali i Zi, pra Dritana Bazovic, që do të bëj promovimin e veprës së tij në Shqipville. Pra Shqipville është një shtëpi ku frymon e gjithë, si thuash, korpusi i vlerave tona dhe përpiqemi që në mënyrë shumë modeste dhe shumë të qetë, pa shumë propagandë, të tregojnë që ne përpiqemi të respektojmë vendin ku kemi ardhur, duke mirë integruar në Belgjik, por nga ana tjetër ne kemi dhe një detyrë kombëtare ta mbajmë gjuhën të gjallë, traditat tona të çmojmë dhe trashëgiminë tonë kulturore të mund ta promovojmë më së miri. Në Shqipville për më shumë se një vit, pra një vit e 3-4 muaj që kjo shtëpi është hapur, kanë ardhur më shumë se 140.000 vizitorë. Dhe unë jam falenderuese të gjithë atyre që kanë zgjedhur të kalojnë një pasdite në Shqipville, apo ta vizitojnë, apo të lënë një mesazh, apo të bëjnë një intervistë, sepse jemi edhe një shtëpi ku zhvillojmë podcaste, pra për të promovuar kryesisht të rinjt. Ne kemi shumë besim tek gjenerata e re. Ata janë në fakt pjesa më e mirë e jona, janë të gjithë të formuar, të shkolluar në universitetet më të mira të botës, artikulojnë 3-4 gjuhë të huaja, janë njerëz zakonisht
sërish konfidencë, nuk e kanë shitur lirinë e tyre për asnjë arsye. Marrëdhëniet e punës i kanë tërësisht të fituara dhe të merituara sepse ata aplikohen në vende ku meritokraci ka. Dhe duke shpresuar pra që ka një dashuri shumë të pastër si për Shqipërinë, për Kosovën dhe për çdo trev, duke menduar që kjo gjenerat po rritet dhe po mirë rritet duke marrë nga aulat dhe nga universitetet më të mira të botës, shikohet pra në Shqipëri perceptohet shumë qartë që ka shumë gjasa që në një kohë nuk e di 10 vjeçare apo 15 vjeçare, ashtu siç truri duket se po del, truri ka shumë gjasa që të rikthehet në destinacion, pra të kthehet në vendin e origjinës. Pra, nëse doni ndonjë informacion specifik? Desh diçka deri? Jo, thash, është bërë pra një strofull shqiptare. Aty të gjithë shqiptarët mund të shkojnë nga ato çka po mësojmë nga Ledja, pra mund të shkojnë të ushqehen, thjesht kalojnë copëza shqiptare. Nuk më intereson të huaj që vizitojnë Shqipërinë, cilat janë përshtypjet e tyre, çka thonë ata? Në këtë numër, pra 140.000 vizitorë që kemi pasur, pjesa dërmuese duhet thënë që kanë qenë të huajt, gati 60% vendas dhe turist nga shtete të ndryshme. Ne kemi realizuar më shumë se 4.600 intervista spontane dhe nga nacionalitetit tyre, pra dalin nga 86 nacionalitetet të ndryshme. Çfarë ju bën përshtypje? Ju bën përshtypje që me historinë tonë në një farë mënyrë është spekuluar nga kufitarët, është spekuluar sepse dhe ne se kemi pasur shumë mendje në mësim për shkak edhe të varfërisë, nga kemi dalë si vend për shkak edhe të izolimit që kemi pasur jashtëzakonisht totalitar, dhe për shkak të luftës dhe të çlirimit Kosovës rishtas. Kështu që ne jemi duke dashur që atë histori që është, nuk duam ta rishkruajmë, por ta rivendosim në dritë dhe unë shikoj që të huajt kanë qasje shumë dinjitoze dhe respektojnë shumë edhe sakrificat që ka bërë Shqipëria dhe sakrificën që ka bërë Kosova. Dhe duhet të citoj diçka, domethënë sepse më ka bërë shumë përshtypje atashimi, emocioni dhe ndjeshmëria që kanë kryesisht flamanët, pra që janë një nga 3 komunitetet e Belgjikës, ndaj historisë së Kosovës. Ka pasur jashtëzakonisht gazetar belg që kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm gjatë luftës Kosovës, sepse ata e gjejnë veten të ngjashëm në histori, pra me historinë e Kosovës. Pjesa tjetër shikojnë që Shqipëria dhe Kosova janë vende që kanë një pasuri të jashtëzakonshme, kanë një diversitet natyror të jashtëzakonshëm dhe janë vende në zhvillim. Kështu që të huajt, duke ditur shumë mirë se çfarë pasurie gëzojnë këto 2 vende, interesin e kanë edhe më të përqendruar. Janë kureshtar për gjuhën dhe ne zhvillojmë 3 herë në javë kurse të gjuhës shqip falas në ambientet e Shqipbil dhe duhet thënë që 70-80% e këtyre studentëve janë belg. Disa prej tyre punojnë në institucione europiane dhe kanë nevojë pra që të dinë gjuhën shqip deri në një nivel B1 apo B2, sepse kanë destinacionin të shpesht. Gjatë një viti ata mund të vinë 4-5 herë në Shqipëri dhe në Kosovë, sepse punojnë për çështjet e integrimit të Ballkanit perëndimor në familjen europiane, dhe një pjesë tjetër kanë interes për lashtësinë e gjuhës shqipe. Dhe një pjesë tjetër pastaj duan që të blejnë banesën e tyre të dytë në Shqipëri ose në Kosovë, duke vlerësuar gastronominë, duke vlerësuar klimën, duke vlerësuar pozitën gjeografike dhe njerëzit. Njerëzit janë një aset dhe unë dua të them që në më shumë se 10.000 belg, të cilët kanë ardhur si vjet, pra në 2023 kanë ardhur në Shqipëri dhe në Kosovë, një shije që e gjen të gjitha përgjigjet është cilësia, empatia dhe dashamirësia e njerëzve. Në ndërkohë, atje shqiptarët përtej kësaj shtëpie të kulturës, ku edhe promovimet të gjitha po bëhet, sa po e ndjenë që shqiptarët që jetojnë në Mërgat, në Belgjik, në këtë rast, po janë në një farë forme të bashkuar, po i ndjekin gjitha këto risi nga vetë bashkatëtarët të tyre? Atëherë, për fat të mirë, pra Shqipbil, duke qenë se është një shtëpi pa parti,
është një shtëpi që nuk ndan as nga bindja politike, as nga bindja dhe ideologjia fetare, as nga mosha dhe brezat, është një shtëpi që të gjithë ndihen realisht të zotët e asaj shtëpie. Dhe këtë nuk e them unë si Ledja, por kjo është një nga sukseset e padiskutueshme të Shqipërisë. Pra i ka dhënë mundësi çdo gjenerate të dihet banor i asaj shtëpie. Dhe çfarë është e dallueshme, është iniciativa, pra ky lloj habitati, kjo shtëpi polivalente, që në të njëjtën kohë ka një ekspoze ku promovon produkte gastronomike, kulinare, tregtare, artizane. Në të njëjtën kohë zhvillon mbrëmje leximi, në të njëjtën kohë zhvillon ekspozita pikture, në të njëjtën kohë zhvillon biseda, workshope të ndryshme. Në çfarë momentumi jemi ne si shoqëri? Ku duhet ta orientojmë ne fokusin dhe vëmendjen? Si mund ta ndihmojmë ne vendin tonë të origjinës, duke qenë këtu dhe duke mos e menduar se jemi të burgosur këtu ku jemi. Ne jemi në një hapësirë dhe për shkak të këtij globalizimi që është bërë dhe për shkak edhe të zhvillimit të teknologjisë, ne mund të japim kontribut të matshëm për vendet tona të origjinës. Mjafton që të jemi operativ, funksional dhe të përpiqemi të ndërtojmë komunikim mes njëri tjetrit. Secili prej nesh gëzon eksperiencë, secili prej nesh gëzon network, secili prej nesh e ka mundësinë që të zhvillohet i lirë dhe secili prej nesh ka atë dashuri të pa diskutueshme. Asnjëri prej nesh që është këtu nuk është sepse nuk e do vendin e origjinës, është sepse vendet tona të origjinës janë duke u zhvilluar. Dhe ne duhet të japim të gjithë kontribut në këtë zhvillim. Edhe pse jemi jashtë, Shqipvil ka nxitur iniciativa nga më të ndryshmet. E ka çuar pak më tutje vizionin. Njerëzit dhe të gjithë ne duhet të bëhemi polivalent në mënyrën se si qasemi dhe se si sillemi. Në të njëjtën kohë që veprojmë këtu dhe punojmë për 8 orë në ditë, në të njëjtën kohë ne mund të shikojmë edhe ku janë mundësitë, si mund të organizohet diaspora, të krijoj projekte apo koncepte që Shqipërisë dhe Kosovës mund të hyjnë në punë, pra projekte konkrete që mund të rrisin punësimin, që mund të zhvillojnë sipërmarrjen, që mund të zhvillojnë përfshirjen e gruas në jetën shoqërore apo civile, projekte nga më të ndryshmet të shërbimit apo të produkteve që vendet tona ende nuk i kanë. Dhe një nga këto projekte të cilin ne kemi prezantuar, por nuk mund të themi që është final, është një projekt i cili është bërë në bashkësi pra këtu nga komuniteti shqiptar, kur them gjithmonë shqiptar të çdo treve. Por të realizuar në Shkodër fabrikën e bicikletave. Duke qenë se Belgjika është një nga vendet elitiste pra për prodhimin e bicikletave dhe ne nuk kemi as në Kosovë dhe as në Shqipëri fabrikë bicikletash. Me këtë projekt për shembull ose si ky tip projekti rriten vendet e punës, rriten ndërgjegjësimi mbi raportin e njeriut me natyrën, rritet dhe përmirësohet edukimi dhe duhet filloj që nga shkollat dhe kurikulat, pra është një proces i tërë. Pra ç'a bëjmë në këtë rast, po ju jap vetëm si shembull, ne marrim më të mirën e Belgjikës dhe e implementojmë në vendet tona të origjinës, duke marrë ekspertizë dhe ekspert belg. Ledja, ne ju të falenderojmë shumë, e di që koha ndonjëherë na kufizon që të flasim për shumë projekte, shumë çështje, por do zoti do vim të vizitojmë edhe të marrim pamje. Të vizitojmë Shqipvilën. Ishte kënaqësi Ledja, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit shumë për këtë mundësi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ne këtu po e përmbyllim këtë rretharotull për sot. Ishte një rretharotull shumë dinamik lirik. Nga ajo që shënisëm e si e përfunduam. Si e bitisëm. Si e bitisëm. Kulturë e artë në Bruxelles.